Se sa me një program të vërtet elektoral për Fakti forcat? që disa gjëra bëhen virale, sidomos kur janë shorts, reels, videos shkurtra dhe batuta, tregon nevojën që kemi gjithë si politikan për të qenë më të qasshëm për të rinjt. Dhe besoj që nuk kemi një humbje të diskutimit serios, sepse në të njëjtat rrjetet sociale përshkruhet edhe aktivitetit ditor politik i shumicës politikanëve, duke përfshirë kryetarin e Partisë Socialiste. Unë besoj që Emërusi përbashkët nuk janë këngët e Unikatilit, është ajo buzëqeshja e lulit të cilën e kishim harruar të gjithë se sa e thellë mund të jetë, e cila i shërbeu shumë për të ecur përpara në karrierë dhe që thuajse kishte humbur. Por mendoj që këto kanë të bëjnë thjesht me një shkëmbim batutash në distancë. Nuk është vetëm në Shqipëri, por në të gjitha vendet e botës. Politikanët përpiqen që të bëhen më relevant, më të prekshëm për të rinjt, dhe kjo është një nga ato mënyra që nuk përdoret vetëm këtu. Është përdorur në fushatën e fundit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, është përdorur në fushatën e Gjermani, është përdorur jashtëzakonisht shumë nga Giorgia Meloni, për shembull në Itali kur erdhi në pushtet, dhe patjetër që edhe ne do të kemi një efekt të kësaj. Është efekti i diferencimit të mediave si qasje për të marrë informacion. Tani më, rrjetet sociale luajnë një rol akoma dhe më të rëndësishëm të kjo, dhe mund të shikojmë edhe nga titujt shpeshere debateve politike, ku gjithmonë duhet jetë një pjesë plasi shpërtheu për plasen skandal në studio dhe histori të tjera, sepse synojnë të marrin klikime në YouTube. Mendoj që kjo është një mënyrë e gjetur e politikës për të tërhequr vëmendjen mbi ato që janë çështjet reale dhe të rëndësishme, të cilat vendosen në çdo fushatë elektorale dhe nga të cilat 11 maj nuk përbën asnjë përjashtim.